në Living Champions League. Në Arena Center ju bëjmë një ftesë të gjithve. Si që shihni, gjithçka është bërë gati dhe ju mirëpret, ekranet të mëdha, karige për të ratuar dhe gjithçka e gjeni këtu në arena për të kaluar një kohë të shkëlqyer dhe për të shijuar finalen e madhe të Champions League që transmetohet ekskluzivisht në Vision Plus dhe Tring. E ne tani do të vijojmë bisedën tonë me mikesha shumë të dashura që i kemi takuar edhe në atë living roomin tonë klasik. Jam shumë e lumtur të mirëpres e të bisedoj me gazetaren Klegja Troksi. Përshëndetje. Përshëndetje, është kënaqësi të jam me ju. Me këvën në tifo, Klegja? Duket. Sot jemi më të hapur se kur, kemi ardhur kështu me uniform siç na takon për të treguar ato shpirtin ton të përkatësisë quhet. Kështu e quan te Garibaldi. Shumë bukur. Megjithatë sot që do ta shohësh me shumë dëshirë, kuriozitet dhe entuziazëm, besoj finalen, pavarësisht se skuadra jote e zemrës. Edhe pse nuk është skuadra ime e zemrës, por unë kam përshtypjen që ata që e ndjekin futbollin arrin ta perceptojnë emocionin në çfarë do lloj momenti, kur bëhet fjalë për futboll, kur bëhet fjalë për trofe dhe kur bëhet fjalë për kompeticione të kësaj natyre. Kështu që kam përshtypjen se të gjithë ndjejnë finalen, edhe të gjithë arrin që në ato minuta të bëhen bashkë, të jenë unanim në një emocion të vetëm për atë skuadrën që kanë zgjedhur të bëjnë tifat. Pak orë na ndajnë dhe jemi të gjithë në emocione. Daniela Shima, ishfermere. Shfermera, dhe tani tifoze e zjarrt të Interit. Edhe pse me bluzet vjetër duket që jam tifoze e zjarrt. Po të ri shumë bukur, edhe si modele e mban kaq bukur. Besoj se do ta përfaqësoj paca Interin fort sot unë. Duke. Kemi ardhur fuqishëm, duam fitore të Champions League. Mas kaq vite shpresojmë që këtë radhë që erdha unë do fitoj. Ka arsye se kam ardhur unë këtu. Për te i kësaj, se ti nuk do pak. Jam tifoze e zjarrt sot. Jam e lumtur ta dëgjoj. Jam e lumtur që jam këtu mes jush. Bukur. Dhe Lenita Halilaj, zëdhënëse për shtype FSHF-s, përshëndetje. Përshëndetje. Shumë kënaqësi të kemi në këtë event special, në këtë takim të veçantë të Living Room. Mendova se do të ishi duke parë ndeshjen, por jo, kombëtarja ka gjëra më të rëndësishme për të bërë dhe do ta shohësh ja këtu nga ekrani i madh që Vision Plus dhe Tring ka organizuar për të gjithë tifozët edhe për të gjithë sportdashësit. Një përfaqësues të kombëtares e kemi sot në finale, sepse është futbollisti i kombëtares Kristian Aslani, edhe sigurisht unë jam tifoze e Realit, normalisht, tradicionalisht, jemi mësuar të jemi pjesë e finaleve për shumë vite, por që këtë vit të paktën unë nuk është se jam tifoze e futbollit italian, të them të drejtën, kur nuk më kam pëlqyer ekipi italiane, por që sot normalisht që të gjithë besoj jemi me syt nga Interi për çunin tonë. Duhet të falenderoj Tera, sepse ka vendosur të na freskoj me këto koktejle të veçanta, gëzuar vajza, dhe ka nisur në këtë mënyrë edhe bisedën tonë, pasi mësuar edhe se për shumë diell sot. Po diell. Shumë dritë sot që të fitoj Interi. Sot, koha diell edhe koha e duhur për të gjithë, për të dalë nga shtëpitë edhe për të festuar. Kishim nevojë për një freski. I mirë koktejli? Shumë i mirë, fantastik. I mirë shumë që nga. I mirë. Ose ndoshta të shijon edhe në shoqëri mirë, po. Kjo duhet të jetë. Vajza, si e keni marrëdhënien me Lenidën e dim tashmë? Marrëdhënie me futbollin edhe me ndeshjet, a keni parë ju ndeshje gjatë këtij kampionati? Gjatë këtij eventi, se në fakt Champions është një event më shumë se sa një kampionat. Direkte me futbollin përtej pasionit, është një gjë që unë e bëj totalisht përtej profesionit. Jam munduar që her pas here nga ky pasion i madh që unë kam dhe dëshirë e madhe për ta ndjer nga afër edhe futbollin, gjë që unë e kam trashëguar që nga fëmijëria. Jam përpjekur ta bëj pjesë në një mënyrë apo një tjetër duke patur qasje të ndryshme me futbollin feminil apo me e kam nisur kështu me ndoshta ato më të pa ekspozuarat e futbollit dhe më pas të kthehet të kthehet ndeshjet e Championsit ke parë, ke ndjekur? I kam parë sigurisht ndeshjet e Championsit. Edhe unë në fakt jam tifoze e futbollit italian. I ke parë nga ekranet e mëdha, duke festuar me miqt apo ke patur mundësinë dhe shansin
kam jetuar në Milano, një pjesë të konsiderueshme të jetës time, dhe ndeshje që sigurisht që luheshin në Milano, pavarësisht se kush ishte Milan apo Inter, unë gjithmonë shkoja me babain tim që nuk mungon asnjëherë në stadium. Edhe unë nga ai e kam marrë këtë kulturën dhe dëshirën për të ndjekur futbollin, por që janë ndeshje shumë emocionuese, absolutisht, sepse futbolli është dhe një shkëmbim kulturor në fund të fundit, dhe Champions League aty e merr le të themi atë rëndësinë e vet kaq të madhe, për shkak sepse përtej kompeticioni që janë kampionatet dhe gjithçka mes tyre janë derbi që japin një farë dinamike, por Champions janë elitar, është një sensacion kompetitiv elitar, që janë më të mirët aty në fushë, që zbresin, janë titullar, që fëmijët ndoshta i kanë shembull. Edhe sot gjithë sytë e botës janë pikërisht aty. Lenida, ke patur mundësinë gjatë këtij viti që të shohësh në stadium ndeshje të Champions? Jo, fatkeqësisht Champions është gjithmonë në mes të javës, por që Realin e kam parë disa herë në stadium fatkeqësht. Edhe do më pëlqej të kisha parë ndonjë finale, kjo mund të kishte qenë një finale e rëndësishme për të parë, por tani fillon grupimi kombëtarës, por që në thelb Champions realisht është një emocion ndryshe. Pavarësisht se ti mund të jesh tifoz me një ekip të caktuar, sidoqoftë edhe nëse po luajnë dy ekipe që nuk kanë lidhje fare as me stilin e lojës, në këtë rastin tim të Realit ose të një ekipi tjetër më pak të preferuar, sidoqoftë të jep ato emocione, sepse ka dhe atë paparashikueshmërinë në vetvete, sepse nuk dihet se cilat ekipe mund të kalojnë, ka shumë ekipe që kanë bërë surpriza, siç edhe ka ndodhur në këtë rast, edhe besoj që çdo tifozi sado që të ketë pak kontakt me futbollin, i krijon një lloj ndjesie ndryshe nga futbolli në përgjithësi flas. Daniela, që të ra diellin në kokë, më duket. Daniela nuk po shikoj fare. Ke patur mundësinë që të shohësh ndeshje gjatë këtij viti? I kam ndjekur ndeshjet, pothuajse çdo vit. Nuk është se jam ndonjë tifoze e zjarrt e futbollit, nuk është se kam ndjekur shumë futboll në jetën time. Po ashtu si jeni se ti, unë mendova se ti je një tifoze e çmendur. Jo, pasionante tifoz e futbollit kam qenë. Dikur kam pas luajtur me grupet e mia të shoqërisë, por që sot jam tifoze, po, e ndjej veten sot goxha tifoze. Disa pyetje shumë interesante për ju vajza, edhe po përpiqem që t'i gjej këto pyetje, sepse mu duken shumë të këndshme për të marrë përgjigje prej tyre. O zot, ky dielli. Në shtëpinë tuaj, kush e komandon telekomandën gjatë Champions League? Babi. Babi, bukur. Unë në rastin tim. Kur shkoni në stadium për të parë një ndeshje futbolli, sa rëndësi i kushtoni pamjes tuaj? Varet nga koha që kemi, varet nga tipologjia e ndeshjes. Unë për shembull kur shkoj në stadium me babin dhe luan Milan-Roma, i kushtoj gjithmonë shumë kohë pamjes, sepse duhet bëj gjithmonë një foto se jam kundërshtare me babin. Babi im është tifoz i çmendur i Romës, unë jam me Milan, kështu që atëherë shkoj siç duhet. Herët e tjera ndërsa unë ka disa kohë që shkoj me uniformë stadium, pak të këtu në Shqipëri, por që jashtë mundohem, më duket diçka e lezetshme, se sado që uniformat e futbollit janë standarde, pra të gjithë duken njësoj, ke mundësi të me pak kreativitet me aspekte të tjera, të dukesh pak më ndryshe, se do dukej çdo kush njësoj, nëse do kishim të njëjtën model flokësh, bluza është e njëjtë, kështu që besoj duhet ndryshim. Daniela, do merje gjithë kohën e mjaftueshme për të zbukuruar. Jo, jam njëri thjesht zakonisht, nuk është se bëj shumë make-up në përditshmërinë time dhe nuk do bëja make-up për të parë një ndeshje futbolli. Dua ta shijoj, është tjetër atmosfera. Pavarësisht të shikosh këtu te ekrani i madh. Nëse do ta përshkruaje veten si një lloj lojtari, çfarë do të ishe? A do të ishe sulmuese, mbrojtëse apo portiere e heshtur? Pa e menduar, shpejt vajza. Portiere si Somer. Një mes fushore me tipare sulmuesi, sepse jam një balancuese e mirë, është do me thënë di... Kë lojtar ke në mendje tani që po përshkruan veten? Po, nuk kam një lojtar me mendje, sepse besoj që kam karakteristika më efikase se mund të ketë nga ana teknike dhe nga pikpamja teknike një lojtar. Faleminderit shumë. Një balans kështu, diku heshtje, diku dinamik, është ajo e mesmja e arte e imja, kështu që mendoj që një mes fushor me tipare sulmuesi do t'i shoh. E kuptuam. Po Lenida? Shumica e njerëzve presin që unë të jem mbrojtëse, me të drejtën se dukem person që jam e qetë ose që dëgjoj dhe profesioni ma kërkon, por që jo, mendojnë karakter jam sulmues. Absolutisht. A ka ndonjë ndeshje që ju ka mbetur në mendje, jo për golin,
por për momentin që keni kaluar. Ndeshje, po, ka patur të shumta. Unë për shembull një ndeshje që ka qenë më dinamike dhe që unë e kam ndjerë më shumë nga ana e përjetimit, ka qenë Milan Arsenal në San Siro. Aty dikush, domethënë tifozëria, ne dim që futbolli përcjell emocione irracionale dhe ndonjëherë nuk ka shpjegime. Përjetimi është shumë i fortë dhe shkojnë në ekstreme të jashtëzakonshme që ndonjëherë janë edhe jo etike, edhe jo korrekte dhe japin mesazhe jo të duhura. Unë mendoj që futbolli është i bukur për magjin që dhuron dhe duhet patur gjithmonë një hije rëndësie për mesazhet që përcjellin, sepse ndiqen nga gjithë bota. Thëm kjo, që është shumë e rëndësishme. Doja një fabul, për shembull, kujton ndeshjen që ti kujton, sepse ke qenë me miqtë e tu, sepse ka ndodhur ky episod, sepse ke qenë me babain tënd, ndoshta pra dua aty në stadium, domethënë një rrugë të vogël. Aty përpara se të hynim u therr dikush dhe ishte përpara këmbës së mia. Dhe ishte një tifoz i Arsenalit, ka dhe tifoz të tjerë. Aty domethënë përjetimi është i frikshëm dhe përtej adrenalinës së emocioneve, aty vjen një moment që mendon, okay, unë po shkoj për qef dhe dua ta përjetoj këtë momentin, është absolutisht diçka e shumë pritur, por a ja vlen të futem në këtë gurgule të rrezikshme? Ishte histori e rëndë, gati traumatike, horror. Lenida, të lutem, kërkoj komplesim. Balancoje. Unë fakt, nëse ka pak gjëra në jetë që më bëjnë për të qarë, futbolli është një prej tyre dhe Reali e ka kërkuar atë ladesiman e famshme për shumë vite, se atë trofeun e 10, po tani ne kemi 15. Këtu ka kaluar goxha kohë, po derisa ta merrnim ka qenë një finale me Atletico në Madridit, ajo ka qenë shumë emocionante, sepse ishte barazim, ka qenë një gol i minutës 94 i Sergio Ramos me kokë, ishte pothuajse ishim të eliminuar sepse ishte 1-0, kështu që realisht ka qenë shumë emocionante si ndeshje, jo me drama të tilla, por unë kam përjetuar shumë. Dhe shumë emocione. Ndonjë një histori? Vetëm një ndeshje kam parë në stadiumin Air Albanian, kur ka luajtur Shqipëria. Po. Edhe vetmja ndeshje që kam qenë në stadium. Realisht gjithmonë e kam ndjekur nga ekrani. Dhe aty ku është Shqipëria, aty është edhe zemra jonë. Aty gjithmonë. Për Shqipërinë deri në më pëlqen kjo pyetje. A do ta falnit ndonjëherë një burr që ju la vetëm për të parë ndeshjen? E kam të dashurin tim, gjithmonë më lë kur ka ndeshje, sidomos kur luan Interi, është tifoz i zjarrt i Interit, por që kemi krijuar balancin mes njëri tjetrit dhe jemi okay. Nuk ka bërë tifozë. Unë nuk besoj se kam të nevojshme se do ta shoqëroja për ta parë, kështu që nuk do jem në atë pozitë të vështirë, ose unë do jem duke e parë në një mënyrë. Jo, nuk e kam ta kundërshtoj për të mos shkuar, por nuk është se jam ndonjë tifoz i zjarrt për të qenë në stadium. Po. A do dilnit ndonjëherë me një futbollist? No comment. S'kam çfarë them. Apo është një karton i kuq për ju? Karton kuq? Karton i kuq Daniela. Unë nuk them kurrë asnjëherë për askënd dhe për asgjë, sepse varet se na sjell jeta mund të jetë. Në living room tema ishte për marrëdhëniet, vazhdon të jesh single? Unë vazhdoj të jem single. Hera e fundit. Por mund të ndodhë që t'jetë edhe futbollist, nuk i kemi dhënë nga Klegja karton të kuq. Unë po them të verdh. Ashtu, duke se kemi lajme këtu. Jo, thjesht për të mos thënë të kuq se nuk i dihet asnjëherë, por duke pasur punë me futbollistët më duket një jetë shumë e mërzitshme, shumë e bukur për ta sepse bëjnë atë që duan, por të jesh partnera i futbollisti, do duhet të bësh shumë sakrifica edhe ti përshtatesh punës së tyre. Janë bërë me 10 vetëm kanë stërvitje, kanë ndeshje, janë gjithkohë në lëvizje, pushime shumë pak në vit, kështu që më duket pak e vështirë ti përshtatesh, do duhet të kesh një profesion caktuar ose shumë durim që të përshtatesh me futbollistët. Do duhet një smart work për të prandaj i ka dhënë një karton të verdh. Kështu që edhe mund të nënkuptojmë diçka. Por kemi parë çifte që kanë gjetur balanca perfekte, kështu që e vërtet. Nëse një djalë do t'ju ftonte për të parë finalen së bashku. Sot për shembull, finalen e Champions, finalen e madhe. Çfarë do të thotë kjo për ty? Po jo, si jemi me kartona këtu. Kjo mund të jetë romancë, një flirt, apo mërzi 90 minutëshe Daniela.
Në qofë se mbje telefoni nga ai person që unë realisht dua dhe dua të shkoj të shikoj këtë ndeshje madhështore, pse jo. Daniela, nuk ka finale të Championsit të mërzitshme ndonjëherë. Po tani, ose të ketë mendjen te unë, ose te topi tani. Po. Është e mërzitshme, Bruna. Ishte flirt? Jo, unë mendoj që për një varet çfarë takimi është. Nëse është takimi i disat dhe mund të pranohet, do ishte një ide e bukur. Nëse është takimi i parë, jo. Sepse unë personalisht nuk do ta kisha mendjen tek ai. Dhe dyshoj që ai do ta kishte tek unë. Kështu që do ishte një zgjedhje e gabuar për takim të parë. Por si një mundësi për të shkuar me dikë dhe për një shoqëri të mirë, absolutisht po. Është një zgjedhje e duhur. Unë preferoj përgjithsisht që ndeshjet i shoh në grup, në fakt është më interesante sa të shohësh vetëm me një person. Mund të ndodh normalisht, por që nuk mendoj se do ishte atmosfera e duhur për të pasur një date me një djalë në një ndeshje futbolli, sepse do duhet të vinë aq më shumë, sepse do duhet të ishin njerëz të tjerë që prapë s'është ideale të kesh një date me njerëz të tjerë. Prapë edhe dy veta nuk shijon shumë. Nuk i vum dot një emër, as romancë, as flirt, po mërzi jo njerë, për këtë ram dakord të gjitha. Kurse do të ketë vetëm shumë argëtime dhe shumë kënaqësi, siç do të ndodhe edhe sot në Arena Center, jeni në kokë të niseni sepse siç e shihni gjithçka është përgatitur nga Vision Plus dhe Tring për ju. Të keni të gjithë komoditetin e nevojshëm për të shijuar spektaklin e madh të finales së Champions League. Na duhet të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi sërish, vajza gëzuar. Gëzuar, faleminderit. Kemi ende për të folur për finalen, por edhe për ju. Mbaruam, Bruna?